Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, me siguri keni pritur që në shumë shkrime, në gjitha portalet dhe mediumet e tjera të ketë u trënd mali, nuk polli asmi. Bëhet fjalë për kongresin e fundit të 5 të BDI-s që u mbajt dje në Shkup. Një gjë dihet, Ali Ahmeti do zgjidhej sërish kryetar sepse është një praktik në gjitha. Pastaj, Ali Ahmeti është i fundit i cili duhet ta fik dritën në BDI. Dhe ndodhi në hije pas kongresit, tipik punë e LPK-s. BDI riformatoi udhëheqjen pas 23 vitesh. Mirë po, keni vërejtur se më së paktu që i ka konvenuar këto ndryshime, le të jenë edhe kozmetik, si thot Vlenit nuk i kanë konvenuar. Reagimet e Vlenit tregojnë të drejtën e vendimeve të Ali Ahmetit. Pse themi këtë? Kjo është një zë për këto ndryshime, të keqe të mira. Ndërsa gjithë ata nga BDI që reagojnë dhe ishin në BDI, hishin, çfarë bëhet ju? Për vetveten? Po. Edhe unë kam një mospajtim lidhur me njërin që kanë futur aty, po s'është për rëndësi. BDI, keqa mirë, është parti autonome. Përzirja dhe thojza ofrimi zgjedhjeve nga jashtë nuk e deterojnë BDI-n të hijë në skenaret e tyre. Vleni insistonte të mos ketë ndryshime dhe investonte në për portale për shkrime. Sepse tash, dini pse, struktura e Vlenit nuk ka arsye më në çfarëdo kampanjë të ardhshme të sulmoj musën, talatin, blerimin e tjerë. Nuk janë më. Edhe më naivët në politikë nuk do besojnë në të dhënat, le të jenë 100% sigurta të Vlenit. Tek tash Vlen si vazhdimsi e BDI, grupi i zjarrit, do t'i bartë mbi vete sulmet e elektoratit, sepse, miq të mi, Izzet Mexhitin e Zetbejta dhe kompania 23 vite ishin pjesë e BDI-s. Pse ata nuk kishin faj, si nuk kishin faj. Por me largimin e tyre, ata hudhën shigjeta diku tjetër. Dhe pjesa asaj që mbrojshin kiset të tjerë nga BDI ishin shejtanat. Këta ishin me laçi. Ja tash në fund ndodhi shejtanat ikën, tash mbetin i shejtanat e maskuar si me laçi. Pasi fillova me shejtana, përgjithësia ju vjen para Ahmetit. Pretendimi se BDI nuk ka bërë reforma është i pavërtet dhe i qëllimshëm. Kongresi i djeshëm dëshmoi të kundërtën. Për herë të parë mas shumë se 2 dekada një numër i konsiderueshëm figurash që kanë dominuar partinë për 20 vite janë larguar nga strukturat udhëheqëse. Unë thash stili LPK-s, të thrasin në mbledhje, të japin të ha shtëpish dhe pastaj kur të largojnë, më nuk të kërkojnë. Dhe atëherë dish se dhe kjo ndodhi edhe dje. Nga 33 antarë të kryesisë qendrore, 18 janë emra të ri. Kjo nuk është retorikë Vlen, për fakt. Largimi i figurave të njohura si Sadullah Deraku, Talat Xhaferi, Musa Xhaferi, Blerim Bexheti, Nazim Bushi, Fatmir Deari, Eyüp Halimi e të tjerë, tregon se BDI po ndërpret një model të vjetër funksionimi, ku pushteti qarkullonte brenda një rrethi të mbyllur. Reforma nuk do thotë domosdoshmërisht rrëzimi i gjithë strukturës për një herë, por shkëputje graduale nga njerëz që për vite me radhë kanë shndruar partinë në mjet personal. Ky proces shoqërisht që ka nisur dhe është i dukshëm tashmë në BDI. Kritikët që flasin sot për mungesë reformash, ose nuk i lexojnë faktet ose kanë frikë nga ndryshimi real. Reagimet e ish BDI-sve, si Izzet Mexhiti, të ndodhi sikur i parapritën më herët, dhe mos i kapte taksirati u larguar më herët. Reagimi i figurave si Izzet Mexhiti dhe të tjerëve lidhet kryesisht me interesat e tyre personale dhe kuptohet pozicionet politike që duhen t'i zënë brenda partisë Vlen. Për vite me radhë, Izzeti, Nevzati e shumë të tjerë kanë qenë pjesë e strukturat e vjetra dhe ndryshimet e sotme i patën lënë jashtë rolit që kishin më parë. Pse Milo Kasami nuk ishte pjesë e BDI-s. Mirë po, tash do t'je. Këtyre do filloj të numërohet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 knockout. Ja pse reagojnë ata. Pra, humbja e influencës të një pjesë e të fshehurve në BDI. Sepse brenda këtyre të fshehurve kishte ata që ishin të pakënaqur me një grup që lexova, po s'është nga Shkupi.
të kanë hallin e Shkupit, largimi i tyre nga kryesia zogron fuqinë për të vendosur ose ndikuar në vendime. Ndryshimi strategjik i partisë, rifreskimi i strukturave shpesh i shesi kërcënim për jetën e tyre të lidhjeve dhe pozicione. Narrativi politik. Duke kritikuar ndryshimin, mundohen të ruajnë imazhin e tyre si mbrojtës të traditës ose zë kritik, gjë që mund të shërbejë për ta mbajtur bazën ose influencën në disa qarqe. Pastaj, përfitimet të mundshme politike jashtë partisë, duke u distancuar, krijojnë mundësi për projekte të tjera politike ose koalicione. Me pak fjalë, reagojnë sepse ndryshimi prek pozitat dhe interesat e tyre, dhe shpesh e paraqesin si sulm ndaj vlerave, kur në fakt është një reformë strukturore e një partie tjetër. Reagimi i Izzet Meshitit lidhet me dy gjëra kryesore. Pozita e tij aktuale sekretari Shairit, ai ka drejtim dhe ndikim të drejtë për drejt lokal, dhe lidhje me strukturët e vjetra të BDI-s, që kanë qenë ose mirë ose në fshehje, e tashmë ndalen edhe publikisht. Kinse janë të pakënaqur. Antarësia në vlen, pra, ish BDI. Vlen si strukturë ish figura të BDI-s, i jep hapësirë të kritikojë ndryshimet, të mbajë bazën e vet dhe të ruajë imazhin si opozit brenda partisë vlen. Reagimi është shpesh një mënyrë për të treguar se nuk pajtohet me rifreskimin e kryesisë dhe për të mbrojtur pozicionet e tij ose rrjetit të tij. Te një parti tjetër këta reagojnë prej këtu. Pra nuk është vetëm personal, ka dhe strategji politike, mbrojtje të influencës lokale dhe të rrjetit të vjetër të partisë. Pra si figurë kryesore në gjitha këto ndryshime prej grupit të zjarrit të paraqitet Izzet Meshiti, kryetari i komunës së Shairit, ish BDI, ka kontroll mbi strukturat lokale dhe rrjetin e votuesve këtu prek dhe i dhem dhëmbi. Të tjerë ishin antarë të kryesisë së vjetër, figura që kanë mbajtur poste të rëndësishme në parti për vite me radhë, për shembull, ishin kryetar, sekretar, deputet që nuk janë më në kryesi, por koketojnë me Izzetin. Tash do ushtohet numri. Arsye pse reagojnë? Pra, nuk kanë më mundësi të ruajnë influencën personale në partisë siç BDI, por hudhen tash te vleni. Ndryshimi i kryesisë qendrore zvoglon aftësinë e tyre për të vendosur në kandidime, poste dhe vendime strategjike. Ndërsa Izzeti pak më lehtë do ketë, sepse rrjeti i tij është i mbështetjes lokale për momentin. Figura si ai, bazën e tyre kanë të vendosur në pushtet lokal, sidomos në Shair. Reagimi është mënyrë për të treguar se nuk janë marginalizuar dhe për të ruajtur ndikim mbi strukturat lokale. Pastaj është edhe strategji i imazhit politik. Duke kritikuar reformën, ata krijojnë narrativin e mbrojtjes së vlerave dhe mund të përdorin këtë për të fituar mbështetjen nga pjesë e elektoratit që nuk e përkrah rifreskimin. Sipas gjitha gjallave të jetë shumë pak. Mundësi për projekte jashtë partisë, distancimi nga kryesore mund të hap rrugën për koalicione lokale ose politika alternative. Merrni mend, përzihen në partinë e dikujt tjetër. Tash, çfarë ka ristrukturimi i BDI-s me vlenin? Vleni është një strukturë që mbledh figurat e ish BDI-s, që nuk e kanë pranuar rifreskimin e brendshëm edhe asaj kohe. Jo tash. Tashmë nuk janë brenda. Shërben si platformë për kritikë të brendshme dhe për të ruajtur rritjen politik të ish antarëve të partisë. Pra, reagimet shpesh janë të sinkronizuara me interesat e tyre lokale dhe ndikimin e mbetur mbi bazën e votuesve. Në praktikë kjo do të thotë çdo figurë, pa marrë parasysh cilën parti që humb pozicionin në kryesi, ka motiv të reagojë për të mbajtur influencën politike, të kontrolluar ose të dukshme, dhe për të mos humbur bazën e mbështetjes. Pse doli ai nga BDI? Sepse këtë e shifte. Humbte pozicionin në kryesi. Shumë kush tash nuk do ketë adresë kryesi edhe brenda BDI-s. I themi BDI-s. Ali Ahmeti nuk lejoi që të përsëritet PDSH, rasti PPD dhe vlen. E cila, besoni apo jo, nuk ka strukturë të organizuar në shtrirje. Po sërish vlen do ketë më vështirë për këtë, por edhe më lehtë, sepse BDI-s Ali Ahmeti ende po i shëndrit emri, ndërsa Izzet Meshitit nuk besoj, dhe të tjerë. Flasim më për Arben Fetaj. Dhe i vetmi edhe pak që mund të ndeth elektoratër edhe vetës është Ali Ahmeti. Lufta për pushtet dhe ndikim nga partitë politike tek shqiptarët në Maqedoninë Veriore tek po fillon. Sepse PDSH ka filluar të reformatohet dhe del ngadalë si në fillimet e saj po mbledh dhe po i kthen njerëzit, pra një pjesë të elektoratit, unë do kisha thënë, të fjetur në pollok. HPR betet si e vetme parti që i shkruhet mirë. Vlen nuk ka degë në shtrirje. Merrni mend, ende nuk e ka krijuar ta zëm. Pa marrë parasysh që janë në koalicion, po vlen si parti ende nuk ka kryetar, ende nuk ka deg e kështu me radhë. Flasim partia e Izzet Meshitit LD që nuk ka as deg as gjë në të to. Ku numri më i madh i votave këtu mblidhen. Të tjerët nuk kanë adresë, pra, mundohen të ruajnë famën e vjetër, por në sport thuajnë nga fama e vjetër nuk jetohet. Unë isha Mesut Shabani, jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.